BD-ja bëri vlerësime të gabuara me idenë për kandidatin konsensual dhe me paralajmërimet për bojkot të zgjedhjeve i bën shërbimin e Arushës PD-s, me të cilën i dha shanse të demonstrojë fuqinë reale politike në raport me BD-in tek elektorati shqiptar. Kështu ka deklaruar analisti politik Ismet Ramadani në intervistën për Press 24. Ai thotë se me vetë faktin se nuk ka kandidat tjetër shqiptar për president është reale të pritet se Ilia Salimi do të fitojë numër të konsiderueshëm të votave edhe nga qytetarët shqiptar të cilët nuk janë simpatizues të PD-s. Mendoj se BD-ja duke e forcuar idenë për kandidatin konsensual i bëri shërbimin e Arushës PD-s, me të cilën i dha shanse të demonstrojë fuqi reale politike në raport me BD-in tek elektorati shqiptar. Megjithatë, hyrja e Alimit në rrethin e dytë është ambicie e madhe, thekson Ramadani. Sipas tij nuk pritet dështimi i zgjedhjeve presidenciale për shkak të konstelacioneve politike në shtet. Ramadani thotë se nëse eventualisht Ivanov përsëri zgjedhet për president, BD-i mund të kontestojë legitimitetin e tij si parti, por ai nuk do të thotë se ai nuk do të jetë president. Si zhvillojnë gjërat, ekziston mundësia që pas zgjedhjeve të hymë në krizë politike, madje në një farë mënyrë edhe vetë lideri i BD-s Ahmeti veç më paralajmëroi se nëse pas zgjedhjeve nuk ka marrëveshje për çështjet më kryesore të vendit, do të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare, thekson analisti Ramadani.